Familja e veprimtarit Haki Imeri ka reaguar përmes një postimi publik lidhur me debatet e fundit rreth publikimeve të Shkëlzen Gashit dhe deklaratave të Natasha Kandiq. Në reagim thuhet se sipas asaj që është bërë publike nga Ron Gjinovci dhe Gashi, të dhënat e prezantuara përputhen mes tyre duke hedhur poshtë pretendimet për pasaktësi. Familja e cilëson si të padrejtë dhe linçuese fushatën ndaj Gashit, duke pretenduar se në të kanë qenë të përfshirë edhe individ brenda institucioneve të drejtësisë. Tutje në reagim theksohet se sulmet ndaj Gashit kanë pasur si synim më të gjerë kryeministrin Albin Kurti, i cili sipas tyre përfaqëson fuqishëm frymën e UÇK-s dhe gëzon mbështetje të madhe qytetare. Në vijim postimi i plot. Të dashur miq, sipas asaj që mësua mbrëm nga Ron Gjinovci dhe Shkëlzen Gashi, del qartë se të dhënat në librin e këtij të fundit përputhen me ato të Natasha Kandiqit, pavarësisht mohimeve të saj. E vërteta herët avon del në sipërfaqe hibride, të gjor nëse nuk e mësoni të vërtetën, ajo do të jetë ankthi juaj i përjetshëm. Në këtë rast, faktet dhe provat e paraqitura e kanë rrëzuar një fushatë të padrejtë, linçuese, pjesës së cilës është bërë edhe një segment kriminal që akoma jeton brenda prokurorisë së Kosovës. Kësaj fushate i kanë kontribuar edhe ata që dikur ishin kundër UÇK-s, ndërsa sot shtiren si mbështetës të saj. Të tillët nuk janë asgjë tjetër veç se armiq të së vërtetës dhe historisë, sepse manipulimi i së kaluarës është tradhti ndaj sakrificës. Në thelb, sulmet ndaj Shkëlzen Gashit kishin një target më të madh, Albin Kurtin, armikun dhe kundërshtarin më të fortë të Serbisë prej dekadash, liderin që ka fituar mbështetjen më të madhe popullore se kushdo tjetër në zgjedhje, kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin. Në Kosovë askush nuk e ka më shiruar më fuqishëm frymën e UÇK-s në politikë se sa Albin Kurti. Pikërisht për këtë arsye, Serbia e do të rrëzuar dhe fatkeqësisht në këtë betejë i vinë në ndihmë edhe ata që përpiqen ta shesin lavdinë e rreme si merit lufte, ndërkohë që pasuria dhe luksi janë bërë atë dheu i tyre i vetëm. Me Albin Kurtin rruga është e qartë drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Me të tjerët që fshihen pas emrit të luftës për interesa personale, qytetarët nuk mashtrohen më.